Ne vazhdojmë të kemi sfidat tona përballë zbardhjes së fatit personat të zhdukur dhe sfida kryesore mbetet mos bashkëpunimi apo mos gatishmëria e Serbisë për dhënien e informacioneve kredibile, për dhënien e arkivave që ne vazhdimsi vazhdojmë i kërku, kudo qoftë në Bruksel, qoftë takimet tona bilaterale apo ato multilaterale. Dhe përveç kësaj, pavarësisht që ne kemi arrit 2 marrëveshje tashmë në Bruksel, e para është deklarata për persona zhdukur dhe në vitin 2023 dhe e dyta është formimi i komisionit të përbashkët në fund të vitit 2024, në dhjetor vitit 2024, dhe e dakurduar në fakt nga të dyja shtetet, edhe prej Kosovës, edhe prej Serbisë. Serbia ka refuzu pjesëmarrjen për 3 herë radhazi që Bashkimi Evropian e ka thirrë në Bruksel. Para është në janar, e dyta ka ndodhur në qershor dhe e treta është në shtator të këtij viti, ku tashmë Serbia ka rënë mend që pasi janë pajtu dhe ndakordu për termat e referencës në dhjetor vitit 2024, po thonë që ne nuk mund të pajtohemi me këto terma, jemi robi shman dhe duhet të riformulohen termat. Problemi kryesor apo çështja kryesore që ata tashmë nuk pajtohen ka të bëjë me disa prej pikave dhe para është që në termat e referencës shkruan, përveç që Bashkimi Evropian është bartës i Komisionit Përbashkët, është udhëheqësi i këtij komisioni, njëra prej pikave shkruan që udhëheqësi i këtij procesi ose këtij Komisioni Përbashkët obligohet të njoftojë 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për mos punën apo mos bashkëpunimin apo mos dakordimin apo mos dhënien e informacioneve të njërës apo tjetrës palë. Që në këtë rast Serbia po tenton të largojë këtë pikë nga termat e referencës, sepse ajo po tenton të ikë përgjegjësisë që e ka mbi këtë çështje. Ne natyrisht nuk do të pajtohemi, nuk jemi pajtuar dhe nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Ne do të vazhdojmë presionin tonë të vazhdueshëm bashkë me miqtë tanë ndërkombëtar, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë Mbretërinë e Bashkuar, e cila ka qenë me ne gjatë këtyre viteve, që Serbia të pranojë patjetër hapjen e arkivave të klasifikuara kryesisht, në të cilat ne pretendojmë që përmban të dhënat për fatin e mbi 1571 personave që ne vazhdojmë i pas të zhdukur sot. Ne kemi pas disa, siç shihni edhe në ekran, disa takime brenda këtij viti, përveç këtyre 3 takimeve që i përmenda në Bruksel, të parapara, i kemi pas edhe 3 takime tjera multi dhe bilaterale me palën serbe. Megjithatë, në Serbi, pas një presioni të vazhdueshëm edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit 2 herë radhazi, kemi arrit më në fund me shku me një lokacion, me fillu gërmimet atje, që lokacioni që quhet Kozhle, mirë po i njëjti na krijoi sfida të reja, sepse është ndërprej 2-3 herë radhazi nga pala serbe me arsyetime ndryshme që nuk kanë kapacitete teknike, nuk kanë mundësi e tjera dhe tashmë e kanë ndërprej përfundimisht për këtë vit deri në vitin e ardhshëm, sipas tyre që nuk kanë caktuar ndonjë datë kur do të mbahet, kur do të vazhdojnë punimin në këtë lokacion. Ky lokacion, e kam thënë edhe herë tjera, fatkeqësisht përmban mbi 15 metra deponi mbeturina që i kanë hudhur prej vitit 99, domethënë pas varrezës potenciale masive që është aty deri më sot. Dhe për me heq të gjitha këto mbeturina që janë aty, kërkon punë, kërkon kohë, kërkon edhe vullnet cili nuk po arrim me gjetë pala serbe. Neve nuk po na lejohet me dërgu pjesën tonë teknike, po flas, sepse ekspertët tonë janë atje të pranishëm në këtë bashkim, por që të asistojmë edhe në pjesën teknike që të përshpejtohet kjo pjesë. Siç e dini, Instituti për Mjekësi Ligjore është pjesë e Komisionit Qeveritar për Persona Zhdukur bashkë me disa institucione tjera dhe ne si institut jemi instituti vetëm, pra institucioni vetëm i centralizuar në kuadër të institucionit të Republikës Kosovë, të cilët jemi të mandatuar nga organet e drejtësisë, përkatësisht nga gjykata dhe prokuria, që të zbatojmë udhëheqësat e tyre në hulumtim, kërkim, gërmim dhe zhvarrim të personat potencialisht nga lista e personat të zhdukur. Andaj ne përmendim pra që gjatë këtij viti kemi pasur një vëllim bukur të madh të punëve dhe siç e tha, janë gjithsej
32 lokacione në teritorin e Republikës Kosovës në të cilat janë ekzekutuar urdhëresat që janë lëshuar nga Departamenti Special i Gjykatës Themelore të Prishtinës në kuptim të kërkimit, gërmimit dhe zhvarrimit të personave të zhdukur. Prej tyre 16 kanë rezultuar pozitive, që do të thotë kanë rezultuar me zgjetje, me mbetje mortore të cilat pastaj janë dërguar në IML për ekzaminime të mëtytjeshme mjekullizore. 15 për këtyne lokacione kanë qenë negative, pra nuk kemi pasur zgjetje, dhe në një rast kemi pasur zgjetje me të mirë për të cilat janë vlerësuar që nuk janë me interes mjekullizor. Vlen shtohet se si përgatitje për këto lokacione kemi pasur 9 ditë shtesë apo pune ku kemi së bashku me kolegët nga Komisioni Qevetar për Personat të Zhdukur dhe nga kolegët nga Departamenti i Vetimeve dhe Krimeve të Luftës Policisë Kosovës i kemi vizituar lokacionet në përgatitje për të zbatuar këto urdhëresa. Në teritorin e Serbisë, pra, u përmend që kemi punuar në Kozhle, por krahas Kozhles kemi vizituar edhe 2 lokacione tjera. Pra, njëra është banja Novi Pazarit, ku kemi pasur 2 vizita vlerësuese, apo 2 ditë punde, dhe një tjetër ka qenë në Shtaval, i cili është në teritorin e komunës Sjenicës, nëse ju kujtohet, kemi punuar në të kaluar në aty, si vetë jemi kthyer me një vizitë vlerësuese që të shohim se mos ka bazë që të vazhdojmë tutje, pasi që kemi marrë një informat shtesë, një raport shtesë nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur dhe do të shohim të ardhmen se si do të rrjedhin zhvillimet lidhur me këtë lokacion. Në anën tjetër kemi pasur një vizitë vlerësuese në teritorin e Maqedonisë së Veriut, së bashku prapë me kolegët nga Policia e Kosovës dhe edhe aty jemi në pritje për informata shtesë. Sa përket punëve që janë zhvilluar në mënyrë ekskluzive nga IML-ja gjatë ekzaminimeve tona, në ekzaminimet tona mjekullizore, kemi arritur që t'i kompletojmë dosje dhe t'i përgatisim mbetjet mortore të 27 individëve për t'i dorëzuar të familje, domethënë gjatë këtij viti janë dorëzuar mbetjet mortore të 27 individëve, për të cilëve 16 janë në listën e personave të zhdukur. Në anën tjetër janë dërguar edhe mostra kockore gjatë ekzaminimit mjekullizor, pra janë merren mostra kockore të cilat të dërgohen në ICMP ose në Komisionin Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur dhe 68 mostra kockore për analizë ADN-s i kemi dërguar gjatë këtij viti. Në anën tjetër kemi pranuar nga ICMP-ja 63 rezultate të ADN-s, përkatësisht 53, sepse 10 janë vetëm rezultate krahasimore. Për këtyre 53 rezultateve 10 janë nga lista e personave të zhdukur. Pra këto janë disa dhëna statistikore që pasqyrojnë punën tonë gjatë këtij viti. U përmend pra lista e lokacioneve të cilat ishin, nëse mundem vetëm t'i kthejmë listën e lokacioneve. E shihni, këto janë lokacionet të cilat i kemi punuar në teritorin e Republikës Kosovës dhe mirë po për të ardhur deri te puna që të vinë deri te ekzekutimi i urdhëresës i paraprin një planifikim dhe një punë e madhe që bëhet nga kolegët tonë nga Komisioni dhe nga Policia e Kosovës. Shumë shkurt një përmbledhje kryesisht mbi zhvillimin në terren, duke pas parasysh që viti 2025 realisht mund të theksojmë që karakterizohet me një dinamikë të shtuar në kuptim të realizimit të aktiviteteve kërkimore, pra me një intensifikim edhe në kuadër një bashkëpunimi mes institucioneve të angazhuar në këtë proces, po në mënyrë veçantë me partnerë ndërkombëtarë. Pjesa më e madhe lokacioneve të adresuara janë si rezultati pikërisht këtij bashkëpunimi. Do të theksuar një fakt që në kuadër një marrëveshje bashkëpunimi me Komitetin Ndërkombëtar të Kuqit Kuq, e përtiron këtë vit në shkruar mes kryesuesit të Komisionit Zoti Oti dhe shefit të misionit të ICRC-s, janë pranuar dikon, nuk din që ose është termi i dur, po me sa do të më prezantuar rreth 150 GB materiale që vijnë nga ish Tribunali i Hagës, pra Tribunali Penal për krimet në ish Jugosllavi. Dhe realisht në shumicën e lokacioneve, duke filluar nga lokacioni i fundit që edhe kemi përmbyll vitin, pra lokacionin e Ravec, po dhe lokacionin në Ajvali dhe lokacionin në Branç, në Makoc, varrezat në qytetin e Stogut, varrezat në Brekos Gjakovës dhe lokacionet të tjera të ngjashme, janë lokacione në cilat ne jemi rikthyer në këtë vit,
pikërisht si rezultati një analize paraprake në kuptim shqyrtimit të hollësishëm të gjitha informativ. Nëse fillojmë mos e potencoj prapë për AVC-in, e kemi bërë publik edhe para dikon 10 ditë nga pikërisht punime në terren që kemi pas një komunikim edhe me prezantues të përfaqësues të medjave. Përkundër gërmimeve që janë realizuar në vitet e para të pas luftës, përkatësisht gjatë verës së vitit 1999 nga ekipet gjermane mjekëligjore, mbas shqyrtimit të danave që i potencova, ne kemi konkluduar që në këtë lokacion mund të jenë ende mbetjet mortore se kufomat edhe të 8 viktima të luftës, ose të paktën 5 prej tyre cilët vazhdojnë të jenë ende në listën e personave të zhdukur. Pra gërmimet që kanë kryer ekipet gjermane, pastaj gërmimet që kanë kryer nga ekipet mjekëligjore të UNMIK-ut, pasuara pastaj edhe nga gërmimet edhe nga ekipet e EULEX-it, përkundër faktit që ka pas dikon deri në 36 kufoma të zhvarrosura nga këto gërmime paraprake, mbas kësaj analize që potencova, ne jemi rikthyer edhe për 8 kufoma që vazhdojnë të jenë në këtë lokacion. Njëjta situatë ka ndodhur në lokacionin në Ajvali, ku ne jemi rikthyer po ashtu për pjekje të kërkimit të mbetjes mortore të 7 deri në 8 persona. Mr. Atje.